2025 i gjenë më mirë se sa në vitet e kaluar, por nuk është ajo që është synuar nga vetë themeluesit e shtetit shqiptar, patjetër që punohet për të ardhur deri tek ai synim. Sa është rrezikuar përgjithsisht ekzistenca e kombit shqiptar para se të bëjë shpallja e pavarësisë së Shqipërisë? Shikoni në histori gjërat i interpretoj, apo ngjarjet historike i interpretojmë në bazën e një kronologjie, padyshim që piknisja në historiografinë shqiptare merret pikërisht me disidencën e Skënderbeut të vitin 1443, kur edhe e ngrit flamurin kundër Perandërisë Osmane, e që me një farë forme aty e kemi edhe administratën e parë të një shteti shqiptare që rilindasit në shekullin 19 e marrin si piknisje. Po ashtu në një farë mënyrë edhe ai ka qenë synimi kryesor që të bashkohen gjithë shqiptarët dhe të bashkojnë kokat. Padyshim që ardha deri tek pavarësia sigurisht që ishte një periudhë jo e shkurtër, sidomos nga fundi i shekullit 18, respektivisht nga fillimi i shekullit 19, sidomos në vitet 30 të shekullit 19, kur Greqia dhe shtetet përreth me një farë mënyrë shpallin pavarësitë e tyre dhe shkonin drejt autonomisë, dhe synimi i tyre ishte që të glabërojnë ato toka shqiptare, dhe qysh nga vitet 30 të shekullit 19 i gjejmë shqiptarët të organizuar dhe të unifikuar për të krijuar një shtet dhe për të shpëtuar tokat e tyre. Sigurisht që krejt këto vijnë si rezultat edhe i reforma brenda Perandërisë Osmane, pas tanzimatit, lind edhe një gjenerate modernistëve. E në kryet tyre padyshim që më i dalluari në fakt ishte Ismail Qemail Bej Vlora, i cili vinte nga një familje po ashtu, jo vetëm familje pinjolle shqiptare pashallarësh, por kishte edhe një formim shumë të mirë, edhe arsimor, duke qenë se vinte prej një familje muslimane ku kishte filluar me mejtep, më vonë kishte ndjekur mësime në njërin nga gjimnazmet njohura, si që ishte Zosimea, po ashtu gjithë karrierën e tij e kaloi në Stamboll, në kryeqendrën më të madhe, të Perandërisë Osmane, ku me një farë mënyrë ziheshin gjitha politikat, nga se siç dihet Perandëria Osmane ishte njëra nga perandëritë e cila synonte në 3 kontinente. Pjesë e këtij kontinentit evropian, padyshim që ishin edhe treva shqiptare. Megjithatë, zotëri Islami, po çese nuk i shpallur pavarësia pra në vitin 1912, a do rrezikohej në farë forme shpërbërja kombit shqiptar? Ka një rregull në metodologjinë e historisë, do të thonë që ne nuk e përdorim nëse, nga se ngjarje, do të thonë çdo ndodhi bëhet histori në momentin që ndodh. Megjithatë, studimet e fundit, sidomos këtu do të përmendja profesor Drita Negru në Feriduk, do të thonë dy osmanistë njohur, të cilët sjellin përfundime se çështja e shpalljes së pavarësisë në nëntor, në vitin 1912 vjen edhe si rezultat pikërisht i hapjes së fronteve në luftën ballkanike, nga se siç dihet në tetor, vetëm një muaj më herët, Greqia, Serbia, Malizi dhe Bullgaria i shpallën luftën e anshme Perandërisë Osmane. Po ashtu në tetor kemi një vërshim të ushtrive serbe, të cilat për 3-4 ditë e përshkojnë gjithë Kosovën, ku fatkeqësisht aty e psojmë rreth 50.000 shqiptarë të cilët kishin mbetur të vrarë, dhe ata shkojnë drejt Durrësit. Dihet po ashtu rrugtimi i Ismail Qemailit, i cili fillon me 2 nëntor nga Stambolli, i cili vjen në Romani, pastaj në Vjenë, në Trieste, dhe për të ardhur në Durrës dhe në Vlorë, dhe me një shpejtësi shumë të madhe, shpallet edhe pavarësia apo ngritet flamuri, ku shpallet vesia nga Perandëria Osmane, dhe me një farë mënyrë nëse mund të supozojmë gjithsesi shohim se ambicjet e shteteve ballkanike fqinjve tanë ishin që të mos ketë një popull shqiptar, mos ekzistoj një etni shqiptare, ashtu siç dihet edhe në Kongresin e Berlinit, ka pas hamendësime rreth një identiteti të quajtur shqiptar. Edhe pas shpalljes pavarësisë, cilat kanë qenë ndoshta momentet më kritike me cilat është përballur kombi shqiptar?